Për shumë vite ky qytet përjetoi një erozion të madh të kohës së braktisjes dhe njëkohësisht edhe prej shkëputjes nga pjesa tjetër e Shqipërisë, duke u kthyer këtij projekti, të cilin për herë të parë e kanë hedhur në letër një grup arkitektësh italian në vitet 20-30 dhe duke synuar që ishullit të osumit që qëndron mes dy kodrave të qytetit të japim një përmbajtje të re dhe një valencë urbane në funksion pikërisht të rritjes së cilësisë mjedisit urban dhe të rritjes së potencialit turistik, ne hedhim një hap tjetër të rëndësishëm përpara në një proces pakthim që është shënuar nga çelja dhe avancimi i programit tonë të rilindjes urbane.